Tirana miraton çdo vit një nga buxhetet më të mëdha në vend, me premtime për rrugë, shkolla dhe shërbime më të mira për qytetarët, por më pas një pjesë e madhe e fondeve mbeten të pashpenzuara. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2025, Bashkia e Tiranës realizoi vetëm 53% të buxhetit, ndërsa investimet kapitale, ato që lidhen drejt për drejt me jetën e qytetit, u realizuan vetëm në masën 38%. E njëjta situatë përsëritet edhe në vitet 2023-2024. Vonesat administrative dhe planifikimi mbi objektivat nuk përputhen me kapacitetet reale dhe kanë sjellë shtyrie të vazhdueshme të projekteve, duke rritur kostot për shkak të inflacionit dhe ndryshimit të çmimeve. Ndërkohë qytetarët përballen me të njëjtat probleme, si rrugë lagjesh të pambaruara, shkolla që nuk ndërtohen dhe mungesë hapësirash publike. Debati politik e lidh mos realizimin dhe me situatën drejtuese në bashki, por pavarësisht shkaqeve, rezultati sjell investime që duhet të prekin drejt për drejt qytetarët, por që mbeten të parealizuara. Mekanizmat e kontrollit në Këshillin Bashkiak nuk kanë funksionuar. Ndërkohë, për vitin 2026 është miratuar një tjetër buxhet ambicioz prej 400 milion eurosh, me fokus tek pastrimi i qytetit, transporti dhe arsimi bazë. Por pyetja është, a do të arrijë Bashkia ta përkthejë në investime buxhetin, sepse në fund një buxhet i pashpenzuar nuk është vetëm një tregues financiar, por një mundësi e humbur për zhvillimin e qytetit dhe besimin e qytetarëve.